kjo, po flas nga prizma interesave të tyre, se nga prizma interesave të Kosovës, mas mirë shkon më morë vesh dhe më bë mu president edhe ishin kry këtë muhabet, po ajo nuk ndodh. Edhe xhamin e kështë marrë unë veti? Po normal se tash, xhamia për musliman së është për ateistët. Jo, po ti be kështë bujt veç për të nguzë se e kështë marrë jo matë me kona ashtu punë ka është lehtë. Jo, nuk është edhe qaj zërë, po problemi është që s'ka ndodhë. Presidentit kështu, bona Igora, kështu për me ki ambici. E ka shprima herët ke? Jo, unë e di që nuk ka gjatë teorike, s'kjo me ndodhë, po unë mendoj, sinqerisht mendoj, ndashta kjo, që askush tjetër nuk ish mujt me bua detyrë ma mirëson. Janë i bindun thellësisht, me jetë. Kështë ku të zofë më lidhë, po mdej po... Kjo nuk ndodhë. Nuk ndodhë për shumë arsye, dhe më thonë, se sporir, dhe më thonë, po zgjedhin krerët e partive politike, e nuk mundën, ata nuk e zgjedhin dikan që ndihen inferior ka shiti. Dhe me pas një president që eventualisht dhe me kontrolu. Po, ata dojnë me pas se cili dikan që mujnë e kontrollojnë. Se unë, për shembull, unë e di që kësha bo me konë president. E din edhe ata, edhe të tonë e din. Flamurin e Shqipnisë e kështë largu të parin për institucioneve që dhije. Jo, po qdo flamur tjetër, jo i Shqipnisë. Natyrisht, asë rendi simbolik ish rujt. Edhe s'kisha liu as flamurin e UÇK-s me përdhos që shpe përdhosin ta shëqotat e veteranëve tjirë, sepse aje ko vendin muze, sepse te këfun mas pore ju takon... Kine fusot në që këri fusot. A ju takon dëshmorve, edhe agenda dëshmorve u kry, kur me 10 qershor 1999, kur u krye, kur u fitue liria Kosovës, edhe nuk është e hishme mu përdor për agenda tjera a i flamur. Se shëqatët e veteranëve dhe shumë tjerë përdorën për agenda politike. E kjo, çdo përdorje ti për agenda politike është përdhosje e këtij flamuri. E përgjigje Vjosa Osmani për punën e simboleve ta ka dhënë në kanal. Po që ja kam dhënë një përgjigje. Ka thonë që kjo dëshmon që ligji nuk e din rregullat e protokollit. Jo, hajde vesim marshallin e protokollit Haki Merovcin, muj me thirr, që tash edhe me vet, se ai u konë një kohë gjatë shefi protokollit edhe të kallëzon. Po unë ja kam bërë një sytë nesër, me ti kom thonë, hajde ti ki qindra fotografie. Partisë kanë halot caktume se dhe qindra fotografi ki me presidentat të shumë botës. Tregoma një president të botës, i cili ka vu flamurin një shteti tjetër në gjaket. Ku? Kalesht me vish me thonë, ajë së di protokollin. Nuk është qka nuk është logjike, nuk mundet me kona asë në protokoll. Po, a ka mu veç unë zirë për i asit, sepse po të kishtë qenë kushtrimi, ishtë doftë me ja bo një pyetje, me thonë, hajde, kush pra, cili presidenti ka pas flamurin e tjetër shtetë edhe që u dollë me tonë gjaket? Kjo është tjetër që në duli kështë... Aje thjesht, dhe më thonë, thjesht ka gëny, absolutisht, dhe më thonë, ka... Edhe në fundi, për çështje protokollit, do të më pyet njerëz që janë profesionistë. Pse nuk e pyesën për shemb, e pyesën Haki Merovcin, që është marshalli i protokollit. Nuk jeni asnjë ekspert i protokollit që mi treguar. Shiko, jo, punë nuk mirë, ekspert i protokollit. Shiko, unë kryti fushatë, kam pas lëndë për protokoll, që nuk e di protokollin, po ka tjerë që e kanë profesionalizu, dhe më thonë edhe që nuk kemi alat e optik. Do të thonë dy fjalë, 3 parë zgjedhje, populli i Kosovës ka thonë e dojmë Albin Kurtin kryeminist. Qëto zgjedhje që i patën me 7 qershor janë marrë ekskluzivisht se opozita ka besu që përmes Vjosa Osmanit e dëmton Albin Kurtin për të mund themelojë ta mund bëjnë një qeveri. Po zgënjyn. Po. Veç Vjosa ka pas për president, ta tjerë të kanë pas për kryeminist. Dhe këtu a jemi në rregull? Do është legjitime partitë opozitare me provu mi shkaktu zgjedhjet sa ato që munden. Mirë, po kur i hub 3 palë zgjedhje, është mirë me pranuar çat verdikt që ta kanë dhënë qytetarët e Kosovës. Ka thonë kryeministri Albin Kurti. A i shko mirë tash me u koncentru vishte presidenti edhe mos me bo këfinta për me që venin prapë në zedhje.
Për në anën tjetër, populli i Kosovës i ka thonë edhe Albin Kurtit. Ty po dojmë na për kryeministër, mirë po nuk po dojmë që ti më bënë presidentin, se pra kështu ja kishin dhënë 80 vota, apo ose ja kishin dhënë 60% që bashkë me realisht Albin Kurti besonte që serbe e kishin bën presidentin. Jemi në situatë pak a shumë të njëjtë. Para këtyre zgjedhjeve besonte që do të ketë një mbështetje kaq të madhe për zgjedhjet edhe punën e presidentit. Nuk e di për këtë farë pjesë, atash ajo futet, ajo është pjesë e propagandës edhe të fjalëve të fushatës. Natyrisht ai kam thonë, më thonë mu 60. Jo, 70 unë e kom një dhe Ardian Xhimin që dhe po him garë me fitu, është legjitime me thonë edhe ato. Qysh ka thonë Albin Kurti 60, ka thonë edhe OK-ja dhe LDK-ja dhe po i fitojmë zgjedhjet, edhe PDK-ja, ta mund puna me thonë po him garë me hu. Unë këto e kuptoj. Qysh kanë thonë të tjera, ka thonë edhe Albin Kurti du 60%. Mirë, po populli i Kosovës e ka dhënë çit vendim, në cilën thotë qeverinë e ka Albin Kurti për president merr në vesh. Tash kush e ka guximin me na çu neve edhe një herë në zgjedhje? Duke qenë jo konstruktiv në zgjedhjen e presidentit, metet më po, nëse ka si ambicia si dëshira për me shku prapë në zgjedhje. Mirë po, është mirë me njoft rezultatet e zgjedhjeve. Nuk po them unë në nështrua se si, mirë po me njoftë me pranu. Me njoftë me pranu i bën me qenë konstruktiv. Kur thot Albin Kurti propozoi 2 emra, mos me bë kfinta, po më propozoi 2 emra. Kur thot Albin Kurti, a mi pas bën nënshkrime për kandidatën Jo Osmoni, mi qua ato firma, e jo me lona të letrën si me kon termini futbollit, pa emën pa mbienin. A më propozimi emra dhe kur vetëvendosja propozon një kandidat, me qenë se këtu s'podojnë me propozu kandidat, propozon zonën e nderuar me Feridën, atëherë s'bën. Do partitë opozitare mendoj që e kanë shansën e artë me u kthy propozimin që ka pasur zotri Kurti ka fundi i këtij procesi. Kur ka thonë partitë opozitare le të merren vesh për 2 kandidat, le të sjellin 2 propozime, dhe njëri prej këtyre 2 propozuarve, falni, i cili natyrisht do të më qenë bipartiak e tjerë, vetëvendosja me garantu votat. Mendoj që vetëvendosja do duhej me ofru këtë gjë, vetëvendosja do duhej me ofru këto për partitë opozitare dhe partitë opozitare, duke u nis nga fjalët që i kanë thënë herën e kaluar, që vetëvendosjes nuk i takojnë 3 pushtetet, ose më mirë me thonë nuk do duhemi pas 3 pushtetet, meqense koncentrohet pushteti tepër shumë dhe neve na vjen një autoritet, se presidenti është autoritet mbi palë në mënyrë që vendi më shku përpara. Nuk ka kur farë sensi nëse kjo ofrohet në tavolinë, partitë opozitare mos më e pranojnë. Kishte më qenë absurde. Dhe me shku në zgjedhje, nëse partitë opozitare nuk arrin dot me i prun 2 emra, s'paku 2 pikë në partive, nëse të 3 bashk, atë kishte më qenë absurde me na çu dhe në zgjedhje. Siç atë ish dal tamam kështu zhveshur se nuk i ka fajet më të vendosur. Që absurde është, më thon, propozona ju do emra, po në ndërkohë të mi pas emrin tan për kandidat për president. Pajtona, unë mendoj që vetëvendosja po të isha po të pyetesha unë. Po të isha vetëvendosja unë sot. Kisha më thonë apo i kisha thonë partive opozitare edhe në mënyrë publike se mi thirrën në tresh. Propozoni 2 emra, natyrisht principi jonë është që ky. Mos më qenë prej partive politike, po një autoritet intelektual, kulturor, shkencor e tjerë. Propozoni 2 emra për partive politike. Ne do të garantojmë votën tonë për ata 2 kandidatë, spaku për njërin prej tyre për muzet. Ka që thjesht po të ketë vullnet politik. Mirë, por nuk besoj që është korrekte për partive opozitare, pra po e them këtë gjë. Me kurzu votën ose prani në kuvend për president me që të përmes pjesëmarrjes në koalicion qeverisës, sepse ky s'ka kuptim. Jo, ka kuptim, se veç 300.000 vota keni marrë. Po veç tani vetëvendosja kur do kemi zgjedhje të presidentit, se po kemi koalicion qeveri. Po më që ka qenë gabim. Se këto dy procese arsemi janë të ndara. Po di po nuk do duhet me pazar. Kanë gabuar edhe këta kur kanë bërë jo se përmes pazarit. Po te televizor se del pa marrëveshje se lemo president. Një princip tjetër. Le ta zgjedhin një president mbi palët, le të jetë uniteti i kombit edhe ku më mirë se kur të ngatrohen partitë politike, po dhe shoqëria me pas një autoritet i cili si më thonë na përfaqëson gjithë.